Dënë me kanë burri mirë, madje edhe musliman i mirë, shumë mirë. Në çfarë koncepti, cili është koncepti i kësaj burrnie që ti e ke përkufizuar për me arrit, qatë garat me qenë burri mirë për dynja, burri mirë për ahiret, burri mirë për njerëz, burri mirë për Zotin, qysh? Çka thonë shumë njerëz? Zemra në pas të baqë, të mirë, të shnosh, mos më dash njerëz të keqë. Sa s'the? Ty besa nuk the. Atë sen, Zotit nuk the. Pse kush tha kam zemrën e keqe? Kush tha? Dhe bëjmë më tregu me çka zbardhë zemra dhe me çka nxihet zemra. Hajtë kallëzëm. Nxihet të fjala bëhet e keqe, zbardhë të fjala zemra shëndosh të mirë. Hajtë kallëzëm me çka? Këtë ka sipas konceptit tënë, sepse ti ki problem, këtë rast, ki problem me këtë koncept, cillave gjëra me dhonë përparësi dhe gjërave tjera. E shef? Pra kjo ka të bëj me lartmadhërinë e Allahut. Ai e ja përparësi kujt të dënë. Kur është çështja tek përparësia shariatike, se natyrore s'ka pyet as ty as mu. Nuk ka pyet as ty as mu. Për shembull, ti i bën planet për pushime verore, për pushime dimrore, i bën planet ku ditë për çka, ta qenë Zotin i smundje, ty apo në antar të familjes. A ti prishi planet krejt po. Çka ndodhi? Tash do të më fokusu ti më marr me çat smut, me çat person. Mi dhon përparësi. Pse Zoti deshti që të ta çoj. Ai ta qiti para. Në thamp, në muqaddim me vë diçka para diçka fit. Pra, ta qiti në ratë parë tash smundjen, sprovën, telashen, belan, tjera unë zot. S'mundesh me ikë. Edhe tek çështja shariatike. Çështja shariatike mundesh me ikë, por nuk mundesh me vendos ti vet. Pra, ti për me qenë burri mirë të Zotit, po mendon se sipas konceptit tënd do të pas zemrën e mirë. Sansta. Nuk është kështu. Sepse e ke kundërshtuar një parim qiellor, e që është dhënje përparësi asaj që e ka dhënë përparësi krijuesi. Lënja pas atë asaj që e ka lënë krijuesi më pas më vonë. Për shembull haxhi, cila shtyllë e Islamit është e pesta. Ka lënë më vonë. S'ka thonë e treta, as e dyta, as e para. Shtylla e pestë. Por farzë tjera, obligime tjera s'ka bërë për shtyllave të fesë hiç, për shtyllave të Islamit. Pra, me dhonë përparësia sa që e ka dhonë Allahu. Allahu i ka dhonë përparësi këtij agjërimit krejt muslimanët në dynja që nuk janë të smur dhe plotësin kushtet me agjëru e kanë për detyrë me dhonë përparësi agjërimit. Me dhonë përparësi ndaj çdo gjëje tjetër me lanë pas tjerat. Allahu i ka dhënë përparësi namazit ndaj çdo farzi dhe çdo punë të dunjas. Andaj kur vjen koha e namazit, i ndërprim punë, falemi. Kur vjen koha e xhamas, Allahu ka thënë wadharul bay', ndërprejnë dynjan, ndërprejnë shitblerin, ndërprejnë punë të fushës, e punë të malit, e janë në xhami, falni xhaman, më dharën e Zot. A për janë përparësia s'pjep Zoti? Po për janë përparësi ndaj kuj? Ndaj çdo gjaje. Për pas në një rast ekstrem, s'ka në emergjenca atje mjekt, jënë të bë operacion dikan, një gru të lind atje, do të rrë dikush me ndërhyje, minimu grus me lind, mund qëlla mashkull s'ka femen, ta shika ti gjemaja, dikush tjetër atje, do të më rrujt pikën kufitare, sepse në nëzën dëshmani gafel, e në bën helaq, pra jënë raste, ose tjetër është notar, tjetër është të smut, po mirë dhe këtë përjashtime. Nësë për flasë me përjashtime, por kushte normale, dohet me dhanë përparësia sa që e ka dhanë Allahu përparësi e që është të zami gjëmaja në kohën e vetë. E shqiptari jam e yti, të do të me punu, do të me hangër me pi, po të shëtë qërë ti që dole, për në kalëzën që për do ka me hangër, se na nuk shumë dit, i shumë dikuni. është ty që i Zoti, e ta pa më hajri në mësove ti, që për do ka me hangër, e për do ka me punu, e vlerë ato rritë. Po mirë pa.
Pra e jep përparësi asajna që jafet logjika. Po nuk mundesh të kanë kështu bëri mirë të Zotit. Nuk mundesh, jo. Nuk mundesh. Nëse musliman do të më dhon përparësi asaj që ka dhënë Allahu, dhe me lanë pasër të ka lanë Allahu. Ati kofshin fal. Dhe kjo me fjallorën e psikologjisë i bie me vë prioritetet për para. Cilat e prioritetet tua? Po. Shamë në raportet familjare. A ka dhënë Allah përparësi për kujdesin e prindit, apo më shku më interesu për jetimat e për fukarat atje në fund dynjas, në Afrikën, Azije, ku diune. Cilët s'ka dhënë Allah përparësi? Tregom. Më kujdes për familjen tënde, për baba, për nanë. Ti për baba, për nanë. Nuk nin për ta, apo shkej një farë humaniste, një farë burri mirë me të tjerët. Ti një me burri mirë me të tjerët, e vërtet. Por kriterët duke ke qitë për para që i dohet. Nuk i ke kategorizu gjërat si mbas prioriteteve. Të prioritete i e zero. I e zero. Do të me dhanë përparësi, asane që ka dhanë Allah përparësi. Allah ka dhanë përparësi namazet, në raport me Zotin, i ka dhanë përparësi respektit prindit, i ka dhanë përparësi të gruaja respektit burrit. Ku do me shkuaj në xhenet për respekt të burrit? Cilën xhenet me shkuaj ja? Gruaja që rebelohet burrit, e se format, e s'nin për të, ndërsa që me kolegën punë, e me këjshia atje, goja që të mjallë, çfarë sjellje ka të mira. Do me thonë, burri nuk presh ka punë këto, për toke këto. Ndërsa me, ku jenë këto, me dhanë përparësia sa që ka dhanë Allahu? Jo, i motër, jo. Ne do të me dhanë përparësia sa që ka dhanë Allahu njëherë, e pastaj të tjerat. Pra, të si familjar, do të më kujdes për grupë për fëmijë, tani për të tjerët. Kujdes për prind, dhe kështu me radhë.